Të dhënat zyrtare të publikuara nga Instat tregojnë se paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pak gjatë 3 mujorit të fundit të vitit kaluar arriti në 83.401 lek, ose 11.2% më e lartë se në të njëjtën periudhë të vitit 2023. Ndërkohë, për gjatë të gjithë vitit 2024, paga mesatare mund të vlerësohet pranë 77.450 lekëve. Rritja e pagave në 3 mujorin e fundit mund të jetë ndikuar edhe nga bonuset apo shpërblimet e fundvitit. Nëse analizojmë pagat sipas sektorit, rezulton se paga mesatare mujore për një të punësuar me pak në sektorin shtetëror ishte rreth 100.437 lekë, ndërsa paga mesatare mujore për një të punësuar me pak në sektorin privat vlerësohet pranë 76.000 lekëve. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, pagat në shtet u rritën me 14.3%, ndërsa në privat brenda vitit pagat e punonjësve u rritën me 9.5%. Pavarësisht se rritja e pagave në sektorin privat është nxitur edhe nga mungesa e fuqisë punëtore, shohim se rritja e pagave në shtet ka një hendek të konsiderueshëm. Megjithatë, krahasuar me 3 mujorin e tretë të të njëjtit vit, duket se rritja e pagave në sektorin privat është nxitur. Gjatë 3 mujorit të fundit të vitit 2024, aktivitetet ekonomike që ofrojnë pagë mesatare mujore bruto më të lartë se paga mesatare në nivel kombëtar janë aktivitetet financiare dhe sigurimi dhe informacioni e komunikacioni. Krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit kaluar, gjatë 3 mujorit të katërt të vitit 2023, paga mesatare bruto për grup aktivitetit ndërtimi ka rritjen më të madhe prej 14.9%, pasuar nga administrata publike dhe mbrojtja me 14.7%. Ndërkohë nga ana tjetër rritjen më të ulët e regjistruan informacioni dhe komunikacioni.